Pas paraqitjes së tyre të përbashkët që surprizoi publikun në emisionin Robi plaket kur don vet, Nora Istrefi dhe Robert Berisha kanë konfirmuar zyrtarisht rikthimin e tyre në bashkëpunim profesional. Ish qifti i njohur i skenës muzikore shqiptare ka treguar se pavarësisht historisë personale, raportet mes tyre janë tashmë të maturuara dhe të bazuara në respekt të ndërsjellë. Atmosfera në studio gjatë emisionit u karakterizua nga energji pozitive, batuta sportive dhe një performancë live e shoqëruar nga Robi Band, e cila u prit mjaft mirë nga publiku. Interpretimi i tyre i përbashkët u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës e panë si një moment nostalgjik, por edhe si shenjë të një bashkëpunimi të mundshëm në të ardhmen. Me sa duket, ky moment ka shërbyer si piknisje për një etapë të re në marrëdhënien e tyre profesionale. Së fundmi, në rrjetet sociale ka nisur të qarkullojë posteri zyrtar që konfirmon se Nora Istrefi dhe Robert Berisha do të performojnë bashkë më 2 janar në kuadër të festave të fundvitit. Ky lajm ka ngjallur interes të madh tek publiku, i cili pret me kurreshtje rikthimin e tyre në skenë si koleg. Ky bashkëpunim shënon një kapitull të ri për dy artistët, të cilët duket se kanë lënë pas çdo barrierë personale për të fokusuar te muzika dhe argëtimi i publikut. Përtej së shkuarës së tyre si çift, Nora dhe Roberti po tregojnë se profesionalizmi dhe pasioni për skenën mund të bashkojnë edhe rrugë që dikur janë ndarë.